Po, Linda, në fakt në orën 12:50 minuta, fermerët nga e gjithë Kosova zbarkua në qendër të Prishtinës për një protest kjo që lidhet me grumbullimin e qumshtit dhe dëmët që ju kanë shkaktuar. Lus kamermanin, Fatos Rakovicën të marrë pamja, aty po shihet edhe kordoni i policisë që akoma nuk po lejohen vetura të hyjnë në rrugën që të drejton deri direkt tek Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Aty pat edhe një përplasje kur erdhen fermerët mes fermerëve dhe policët që u shtyn dhe t'i kaluan me njerë në këtë rrugë, e pastaj edhe zbrazën edhe krejt cisternat me qindra litra qumësht në këtë rrugë, por edhe përballë ministrisë. Siç po shihet edhe nga pamje, tashmë është veç duke u pastruar rruga për shkak se ka qenë totalisht e mbushur me qumsht, po shihet edhe nga pamje të cilat po i siguron Rakovica, qumshti ka mbetur disa, më pas edhe me pankarta u drejtuan nga Ministria e Bujqësisë me traktor të cilët kaluan fakte disa kordone tjera të policisë edhe arritën deri tek dera kryesore me pankarta që mbroni prodhimet vendore, mos e dëmtoni apo mos e dobësoni industrinë, pasi që zbrazën cisternat në rrugë, sikur kjo për fermerët nuk mjaftoi, ata u drejtuan edhe tek objekti ku edhe përmes kovave të ndryshme derdhen qumsht në objektin e ministrisë, më saktësisht në Gjamat, po shihet nga pamjet ka mbetur akoma shenjat e qumshtit këtu. Aty edhe u deklaruan edhe për media dy nga fermerët, një nga qumshtorja Vita, një tjetër fermer nga Shoqata. Aty u deklarua se kjo po i dëmton shumë mos grumbullimi i qumshtit, sa më parë të rikthehet në çmimin e mëparshëm, e po ashtu nga qumshtorja Vita u theksua që së shpejti të dalin rezultatet e mostrave të marrura nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës, se po ashtu edhe Ministria e Bujqësisë, ata dhe deklaruan se këto mostra veç se i kanë në fakt rezultatet ministria që duhet sa më shpejt t'i publikojë ato. Menjëherë pas kësaj ata vazhduan edhe me thirrje për qumshtoren Vita, deklaruan se Vita është e Kosovës e jo i Serbisë, të mos importohen produktet e qumshtit, por që të vazhdojnë me qumshtoret këtu në Kosovë. Më pas edhe veç u shpërndan fermerët pas gati 40 minuta, më shumë se 40 minuta në fakt të protestës. Pas kësaj zëdhënësi i ministrisë doli dhe i kërkoi 3 nga përfaqësuesit e protestës që të vinë në ministri, në zyret e ministrisë, pasi ministri Armend Muja po i fton në takim, ata akoma janë në takim me ministrin, nuk dihet se çfarë janë duke diskutuar, ne jemi duke pritur këtu dhe për çdo